Pak ditë më parë, kompania Arben Trans 2010, e themeluar nga Arben Maloku dhe aktualisht e administruar nga familjar të tij, ka nisur procedurat për ndërtimin e një kompleksi rezidencial pranë rrethrotullimit të Shkozës në Tiranë, një zonë me interes të lartë për zhvillimet urbane. Projekti bazohet në një leje ndërtimi të miratuar në shtator 2025 nga kryeministri Edi Rama, në cilësinë e kreut të Këshillit të Rregullimit të Territorit dhe të firmosur edhe nga Belinda Balluku. Leja parashikon ndërtimin e disa godinave shumëkatëshe me funksion banimi dhe shërbimi, si dhe kate parkimi nën Kosor. Megjithatë, rasti i kësaj kompanie ngre pikpyetje për shkak të precedentëve të saj ligjor. Arben Trans 2010 është përfshirë më parë në shkelje të ligjit për ndërtimet, si dhe në hetime për abuzime me fondet publike gjatë procesit të rindërtimit pas tërmetit të vitit 2019. Kompania ka përfituar tendera me vlerë të konsiderueshme nga Bashkia e Tiranës, përfshirë projekte për demolimin e objekteve në zonën e kombinatit, ku më pas janë konstatuar parregullsi dhe punime fiktive. Për këtë çështje janë marrë masa sigurie ndaj disa personave të lidhur me kompaninë. Gjithashtu, administratorë të saj janë përballur me drejtësinë edhe për ndërtim pa leje në një objekt në zonën e Myslimshyrit, ku zbuluan shtesa të konsiderueshme jashtë projektit të miratuar, përfshirë kate të ndërtuara në kundërshtim me lejen zyrtare. Pavarësisht këtyre problemeve, kompania vijon të përfitojë leje të reja ndërtimi.